islamike është të hyrat, është banimi, dhe banimi vendi. Po, për arsye se disa preferojnë me jetu jashtë, sepse vetëse janë ne e kena pas parasysh që kjo me ndihmu me fokus alama të madh bashkëdhetarëve që kërkojnë me ardhen në Kosovë, edhe për kohën sa vinë këtu në Kosovë mundohen më socializu, po gjithsesi kjo i ndihmon ala më rjetizu më shumë, edhe mi gjetë dikon të përshtatshëm për ta, por një të nko edhe ata i kanë kërkesat të tyre që ndoshta dikush mundet me vendos që unë e shoh jetën bashkëshortore të organizuar diko jashtë, edhe kështu kena vendos mi përfshi në të gjithë domethënë algoritmin e përshtatjes. Të hyrat, domethënë janë edhe për femrat edhe për mashkujt. Janë për të gjithë të cilët dojnë me plotësu. Asnjë pyetje nuk është obligative realisht, mundesh me vendos mes më u përgjigj në një kategori. Gjithashtu mundesh me vendos nëse don me botë publike ose private, ashtu që ti mundesh me vendos vlerën, po ajo vlerë fizike nuk ose të hyrat nuk i shfaqen personit të kundërt, po vetëm përdoret për me kalkulu përshtatjen. Okej. Domethënë ata veç e gjejnë njëri tjetrin edhe dinë që janë në të njëjtat valë pa i ditë detajet. Çashtu, domethënë shprehet si numër nga 0 deri në 5, për shembull në të hyra ju keni përshtatje me personin e kundërt, i keni përshtatjen 5 pikë maksimalisht përshtateni, dhe kena vendos që domethënë përshtatja më bëhen në bazë të ngjashmërisë. Dhe mendoj që kjo në jetë reale zakonisht tentohet mu gjithë sa më ngjashëm që mos me pas shumë diskrepancë. Edhe fetarisht realisht është përshtatja. Qashtu, na mundohem që shancat më konë maksimale që me funksionu. Edhe i japim përparësi atyve që përshtaten më shumë, mbi atyre që përshtaten më pak. Edhe mendoj që kjo ka më shumë gjasa që mi afru pastaj normal. Faton e përmend edhe të tretën pjesën e fesë, të besimit. Më thonë ka pyetje edhe që kanë bëjnë me besimin që me i përshtat edhe të këto bot kuptimet ose bindjet e jetës. Ka pyetje për shembull lidhja jote me Kur'anin, që është nëse kisha me vlerësu pyetja më e rëndësishme në krejt. Lidhja jote me Kur'anin tregon sa je në praktikën në islam, sa e lexon ti Kur'anin, a din prej Kur'anit, a ki memorizu prej Kur'anit, nëse ki memorizu, a ki memorizu sa për më falë, a ki memorizu një gjuz, 2 gjuz e ma shumë, e kështu janë domethënë disa pikë që mundesh mi fitu sipas pohimit nëse vlen për ty, ose nuk vlen për ty ai pohim. Edhe normal, sa ma shumë pikë që ki, përshtatesh me dikon që ka një lidhje më të fortë me Kur'anin, edhe kjo mendoj që ka shumë rëndësi për muslimanët.